Për sa kohë shpifja mbetet një vepër penale, ajo ka efekt friksues mbi gazetarët, aktorët e shoqërisë civile, aktivistët, denoncuesit dhe të tjerët që monitorojnë interesin publik. Teksti aktual parashikon një përjashtim të kufizuar, të bazuar në status nga përgjegjësia penale, i aplikueshëm vetëm për gazetarët e përshkruar si të regjistruar dhe të njohur dhe vetëm në lidhje me shpifje, ndërsa ofendimi mbetet vepër penale. Kjo qasje ngreshje dësime lidhur me sigurinë juridike, mbrojtjen e barabartë të lirisë së shprehjes dhe efektin friksues të vazhdueshëm të ligjit penal mbi debatin publik. Ishte reagim Federatës së Gazetarëve Europian. Për publikun ndoshta që nuk e ka kuptuar, ka ardhur një projekt dhe është miratuar në Kuvend, i cili është shumë ndryshe nga ai që është diskutuar në Komisionin e Ligjeve, që nuk bën gjë tjetër, unë po e them në një gjuhë shumë të thjeshtë. Dekriminalizimi nuk shkon deri në fund i shpifjes, që do të thotë lehtësisht mund bëhet selektiv në një vend si Shqipëria, dhe ata pak zëra që janë kundër apo flasin të lirë apo që denoncojnë aferat e këtij pushteti që ka kapur gjithçka, nesër mund të jenë përballë kodit penal. Tani, kjo gjë është kaluar në Kuvend. Unë kam këtu edhe një reagim të OSBE-s, e cila ka qenë ndoshta 1 orë më parë, po e lexoj pak. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri mirëpret ndryshimet e fundit në kodin penal lidhur me shpifjen si një hap të parë të rëndësishëm drejt forcimit të lirisë së shprehjes. Forcimi i mbrojtjes për gazetarët pasqyron një rekomandim të hershëm të OSBE-s. Ne vijojmë të inkurajojmë dekriminalizimin e plot të shpifjes dhe përdorimin e masave civile proporcionale. Domethënë është qartësisht që nuk janë dakord edhe me dekriminalizimin e pjesshëm, por çfarë ndodh në këtë moment? Se po i ka hyrë fuqishëm fjalës lirë Rama. Besoj e dini që prej disa muajsh flitet për një kod të ri penal. Po, absolutisht. Po bëhen diskutime, tryeza, janë shpenzuar lekë, ekspertiza, etj, diskutimi mall, disa nene, etj, e kështu me radhë. Ndërkohë që është ky diskutim për një kod tërësisht të ri penal, papritur, qeveria sjell disa ndryshime. Po. Që kishin të bënin qoftë edhe me shpifjen, kanë të bëjnë me parkimin dysh, pra ata që parkojnë dysh tani do shndërrohen në kriminal. Patjetër, me kod penal vetë. Etj. Ndërkohë që diskutimi në fakt që kishte pasur në komisione parlamentare, madje edhe një lloj dakordësie e shoqatës gazetarëve me grupet e ndryshme parlamentare, kishte qenë për një depenalizim të plot të veprës penale shpifjes. Sepse mjafton kodi civil apo të tjera. Dhe një fjali kishte nevojë, po themi, neni që 19 dhe neni që 20 që parashikojnë fyrje dhe shpifjen shfuqizohen. Nuk kishte nevojë fare për të bërë historitë e gjatë kështu me radhë. Kjo nuk përjashtonte mundësinë që kushdo që ndihej i fyr, i ofenduar, i prekur ndinjitet. Ti drejtoj gjykatës po një lloj. Etj kështu me radhë, ti drejtoj gjykatës civile të provonte që ishte konsumuar realisht, po themi, një shkelje kësaj natyre dhe të kërkonte shpërblime dëmi që janë shkelje me natyrë civile. Kanë qartazi mazhoranca socialiste i iku këtij premtimi që kishte bërë qoftë ndaj gazetarëve, qoftë ndaj partnerëve ndërkombëtar që kanë qenë të angazhuar në këtë proces, duke miratuar disa ndryshime të cilat me thënë të drejtën në praktik janë gati të pazbatueshme. S'pari ne nuk kemi status të njohur dhe të regjistruar sipas legislacionit fuqi për gazetarët. Në fakt edhe në praktikat ndërkombëtare nuk ekziston dhe nuk pranohet një gjë e tillë. Për statusin mendoj që kufizon lirinë e shprehjes dhe disa po themi liritë të tjera të gazetarit. Një ligj për statusin, pra një urdhër gazetare siç është në Itali, e rregullon vetë brenda gazetarëve, pra për të vetë raport të rregulluar. Kurse kjo pjesa tjetër, vetë rregullim, po jo si ndërhyrje e shtetit, pra gazetarët vetë mund ta vetë rregullojnë statusin. Ka mbi 10 vite që diskutohet kjo. Pra gjithmonë iniciativa OSBE-s, EBE-s, trajnimet, gjithanë është që ta dekriminalizojmë shpifjen, po për të gjithë. Jo për gazetar që janë arrestuar te shoqata X e gazetarëve, sepse këtu ti si do i konsiderosh kush janë gazetarët? Si jam regjistruar mas një shoqë? Si janë gazetarë? Dhe në kohën e teknologjisë ku reporter po bëhet çdo qytetar. Spari regjistrim dhe njohje sipas legislacionit shqiptar, kjo është e pazbatueshme. Dakor, po mund ta bëjmë fakt të kryer. Se kemi po ta bëjmë fakt të kryer, ta krijojnë nesër, mblidhen ata që janë gazetarë pro qeverisë. Se dyti Sonila thonë që gazetari duhet të ketë qenë mirëbesim, madje po ja kërkoi, po themi, pala ndaj cilit ka bërë një shkrim etj, duhet ta heq, kërkoi falje kështu me radhë. Që praktikisht domethënë kjo e shbën punën, pra nëse gazetari duhet të jetë po themi nën presionin apo nën frikën po themi që mund të ndiqet kjo lloj procedure, ne sot nuk kemi arritur asgjë. Asnjëra, ja ju jap rastin konkret. Ne sot në gjykatat tona kemi 70
padi penale ndaj gazetarëve të ndryshëm që kanë bërë, kryesisht janë politikanë, ish prokuror dhe ish gjyqtar nga këta shkarkuar nga vetingu, që kanë paditur gazetarë caktuar sepse kanë shkruar, kanë bërë shkrime investigative kështu me radhë. Asnjë prej padive, pra nëse do kishim depenalizim shpifjes, do duhej që këto padi në momentin që hynë në fuqi ndryshimet ligjore të pushoheshin çështjet. Asnjë prej tyre nuk pushohet. Vetëm nëse gazetarët shkojnë në gjykat, dhe përpara se të shkojnë në gjykat do duhet që të kërkojnë falje e të pranojnë që të përgënjeshtrojnë vetveten dhe paraqesin në gjykat një lajm të ri në të cilin ata kanë kërkuar falje dhe kanë përgënjeshtruar veten. Po ky ishte qëllimi. Pra në këtë formë, në këtë mënyrë se si po themi u bën ato ndryshime, nuk sjellin asgjë të re në drejtim qoftë konsolidimit. Është i përfunduar fati i këtij ligji nga pikpamja juridike njerëz, se ta flasim me telën. Është miratuar mbrëm. Është miratuar dhe ajo do hyjë në fuqi pas 15 ditësh, kështu që po themi